Zakonisht, trajtimet ortodontike janë të ndryshme, përveç kësaj të hershme të fëmija, që le të përmenem, është shumë e rëndësishme me përmend që ushqimi është shumë i rëndësishëm në fazën edhe të trajtimit, po edhe të shëndetit të tëne. Po, normalisht që armiku i shëndetit të dhëmbëve është ushqimet tepërta me karbohidrate, me pije të gazuara, për shkak që ato ndikojnë domethënë shfaqjen e drejt për drejt të kariesit, pastaj e cekom sa i përket ushqimeve që duhet të eliminohen ushqimet shumë të forta dhe ushqimet e ngjitshme nuk preferohen do të thotë gjatë trajtimit ortodontik për shkak që edhe ka predispozita më shumë me ngjit vet aparati, mirë po tjetra do thotë edhe bën dëmtimin e briketave, i largon, i shkëput prej dhëmbëve dhe mund t'i dëmton edhe harçet dentale. Kështu që duhet të kenë kujdes. Edhe ushqimi i fortë, po flas jo i butë, i përpunun. I përpunun duhet një ushqim që në këtë formë të përdor një ushqim më të fortë ndikon në zhvillimin normal të nufllave.